Heshtje në prokurori pas reagimit të djeshëm të ambasadave amerikane dhe britanike në Shkup, të cilat shprehën shqetësim për rastin Puç. Ambasada amerikane reagoi në deklaratën e prokurorisë publike që kërcënonte mediat në një farë mënyre, duke urdhëruar ndalimin e publikimit të materialeve që mund të jenë lëndë e procedimit të mëtejshëm penal. Nga ambasada amerikane theksojnë se liria e mediave është shtyllë e shoqërisë demokratike dhe mediat kanë rol kyç në prezantimin e informatave të interesit publik, përfshirë edhe informata që mund të tregojnë keq përdorime të pushtetit e që të rezultojnë me padi penale për funksionarët publik. Ju bëjmë thirrje autoriteteve të japin sqarime të qarta juridike mbi deklaratën e Treshkurtit, duke i përcaktuar rrethanat në cilat një informat patjetër të trajtohet si sekret zyrtar, si dhe të sqarojnë si do ta kuptojnë gazetarët në cilat raste do të ekzistojnë rrethanat e tilla konkrete, thuhet në deklaratën nga ambasada amerikane. Ndërkaq nga ambasada britanike deklaruan se sundimi i të drejtës, liria e shprehjes dhe transparenca janë vlerat themelore të çdo shoqërie demokratike. Mediat kanë rol kyç në publikimin e informatave që janë me karakter publik. Mbretëria e Bashkuar e sheh me shqetësim deklaratën e prokurorisë se publikimi i materialeve mund të jetë lëndë e procedimit të mëtejshëm penal dhe se është ndaluar dhe e dënueshme me ligj. Në përputhje me Konventën Evropiane për të drejtat e njeriut, çfarëdo kufizimi i lirisë shprehjes duhet të jetë i matur dhe të ndiqet nga një synim legjitim, theksonin nga ambasada britanike. Një pjesë e analistëve vlerësojnë se institucionet në vend nuk kanë kapacitet të mjaftueshëm që të ballafaqohen me situatën aktuale, kështu që nevojitet ndihmë nga jashtë për të siguruar një epilog të drejtë dhe juridikisht të qëndrueshëm për rastin. Ovие денови размислувajke за to kakva ќе биде разврската имам. Këtyre ditëve duke menduar si do të jetë epilogu, mendojnë nëse na nevojitet dikush nga jashtë apo jo. Ndoshta ndonjë prokuror, ndoshta mbikëqyrje ndërkombëtare, ndoshta dikush që do të na ndihmojë të dalim nga kjo situatë, sepse vetë nuk besoj si institucionet tona do t'ja dalin. Është shkatruese të pranosh se ke shtet jo të aftë, i cili nuk mund të kujdeset dot për veten e tij, pa ndihmë nga jashtë. Është evidente se puna ka ardhur deri këtu dhe se duhet të mendohet edhe në këtë drejtim. Bashkësia ndërkombëtare po e ndjek me vëmendje të madhe rastin Puç, duke bërë thirrje për transparencë.